Kryeministri Edi Rama i ka kërkuar qytetarëve të votojnë masivisht Partinë Socialiste në 11 maj në këmbim të hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, teksa ka folur për rëndësinë e votës masive për Partinë Socialiste. Rama ka theksuar se ky veprim do të çojë në marrjen e pasaportës europiane për çdo shqiptar deri në vitin 2030. Shefi i qeverisë tha se me mandatin e 4 të Partisë Socialiste do të mbyllet një histori poshtëruese për shqiptarët dhe sipas tij, bashkombasi tanë nuk do të shihen më si dele të zeza në Europë. Ne mund ta mbyllim përfundimisht këtë histori diskriminimi, këtë histori poshtruese dhe të mos na ndaj më askush si dele të zeza nga tufa e bashkëdhetarëve tanë europian kur hym në një kufi. Të mos i japim më llogari një polici në aeroport sepse po hym në një vend të BE-s dhe kur do ikim. Ne mund t'i sigurojmë çdo shqiptar e shqiptare pasaportën europiane të Shqipërisë 2030. Kjo pasaport duhet të ndryshojë. Duhet jo thjesht një mandat i 4, po një mandat më i fortë se të treja mandatet e deri sot. Prandaj kush e do pasaportën e BE-s ka vetëm një mundësi dhe vetëm një rrugë të bashkohet dhe me votën e bashkuar të na jap këtë mundësi që të pajisim çdo shqiptar dhe çdo shqiptare me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Pasaporta europiane e shqiptarëve nuk është vetëm liri hyrje në çdo kufi të BE-s, nga një korridor pa radhë në çdo aeroport, në çdo port, në çdo dogan toksore, po është dhe liri qëndrimi në çdo pikë brenda kufive të Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s, Europa bëhet e vogël sa Shqipëria. Kjo nuk është retorik. Ky është horizonti ynë më i afërt se kurrë. Me votën e bashkuar mund të kemi mundësinë të pajisim çdo shqiptar me pasaportën europiane. Do të jetë më lehtë për shqiptarët të punojnë dhe të studiojnë në vende të BE-s, tha Rama.